nuk është të thënë që besimi dhe besimtarët janë të ruajtur nga sprovat. Ata nëse hynë besim, jeta e tyre do të jetë vetëm mirësi, ditë të ëmbla, s'do kenë vështirësi, s'do kenë probleme as në pasurinë e tyre, as në familjen e tyre. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Përderisa i jetojnë në këtë jetë, e cila ka këtë natyrë, ka vështirësinë brenda, ka sprovën brenda, ka paksimin e pasurisë, ka vdekjen, ka antipropagandën që bëhet ndaj tyre, ata dëgjojnë shumë gjëra që nuk ka dëshiron shpirti dhe zemra e tyre. Edhe ata nuk janë të përjashtuar për kësaj. Edhe profetët e Zotit nuk janë përjashtuar për kësaj. Prandaj ne kemi shumë shembuj profetësh, të cilët sprovohen në familjet e tyre, me fëmijët e tyre, me pasuritë e tyre. Por ndoshta ai profet që në jetën e tij u bashkuan shumë sprova një herëzi, është Ejubi alayhis salam, prandaj mund të quhet Ejubi është njeriu më i sprovuar, por është dhe njeriu më durimtar, është modeli i durimit. Çfarë bën besimi? Besimi nuk e zhbën sprovën, nuk e largon vështirësinë. Besimi e zbut atë, besimi e orienton atë, madje besimi mund të bëhet shkak që njeriu të fitojë nga sprova. Aty e merr shpërblimin, aty e kupton vlerën e besimit, edhe sprovën nuk duhet ta konceptojmë si dënim. Tjetër është dënimi i Zotit. Sprova është pjesë e natyrës së kësaj bote, është pjesë e jetës së njeriu, por shpeshherë sprova bëhet shkak që të dalin pa pikërisht ato vlera kaq të mëdha që ka shpirti dhe zemra e këtij njeriu, dalin pa besimi i tij, dalin pa fisnikëria e tij, që po të mos ishte kjo sprovë, nuk do të dukeshin këto vlera të këtij njeriu. Prandaj sprova është tjetër gjë. Sprova është kader, themi ne, caktimi i Allahu xhaleshanu. Njeriu është e vërtetë që nuk duhet i lutet Zotit për sprovë. Nuk duhet të thotë, o Zot, përveç sprova që ka kaq e rëndësishme, mos provo dhe mua që edhe unë ta shikoj se kush jam, e ta shikojnë edhe të tjerët se kush jam unë. Jo. Pse nuk duhet lutet njeriu? Sepse njeriu nuk do të ketë, në këtë rast ai lutet për të testuar veten e tij, kurse besimtari nuk e ka forcën tek vetja e tij. Forcën e ka tek besimi, tek mbështetja tek Allahu xhaleshanu. Por kur sprovohet, dhe kaderi është ai që përcakton se kush sprovohet dhe se si sprovohet, njeriu i lutet Zotit për lehtësim dhe i lutet që Zoti ta bëjë të qëndrueshëm.